Mos i vëno kushtet tash. Kushtet vënohen negociata në tavolinë, por nuk vendosen kushtet, nuk i kthehet përgjegja kështu presidentit Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nuk i kthehet kështu as kryeministrave, presidentave të vendeve tjera, nuk kthehen kështu përgjegjet. Këto janë përgjegje arrogante, këto janë përgjegje të papërgjegjshme totalisht. Dhe ky me kësi përgjegje tregon që këtë çka mendon është egoja e vet edhe votat e veta. Nuk është të mendu për të ardhmen e Kosovës, absolutisht zero. Zero është të mendu për të ardhmen e qytetarëve të Kosovës, për shkak se po përsëris edhe një herë çka kam thonë dikur. Liderët e mençur, liderët që e dojnë të ardhmen e vendit vet, dinë kur duhet me çu kryt, e dinë edhe kur duhet me ul kryt, se nuk e kanë për veti. E kanë për hir të vendit edhe të qytetarëve. Kur mendojnë veç për veti, sillen as i soi që egoja atyne edhe eventualisht populizmi edhe votat janë më të rëndësishme se çka ndodh me këtë vend për 5, për 10, për 20 ose për 50 vjet. Unë jam i bindur tashmë që Albin Kurti nuk mendon çka ka me ndodh me Kosovën pasi ai të mos jetë kryeministër. Fare, zero. E këta njerëz nuk janë lider. Për shkak se liderët me çka do që udhëheqin, duhet detyrimisht me mendu çka ndodh me vendin edhe me popullin kur nuk janë mo në pushtet, edhe kur nashta nuk janë mo as fizikisht. Duhet me mendu, është e detyrueshme. Ata që mendojnë veç për mandatin e vet, edhe veç për votat e veta, për nerë kur nuk kanë tregu leadership, kur nuk janë sjell lider, edhe detyrimisht pushtetet e tilla përfundojnë keq. Zoti Gjini, ju keni dhënë disa propozime për daljen nga kriza. A do t'ju mobilizoj si AKP pikërisht edhe deklarata edhe pozicioni dje i fundit i presidentit Donald Trump? A kemi pak të një ditë dhe sa s'po du mi marë për shkak situatës, nuk po du mi me shti ma shumë të fira mes opozitës, por deri me tani nuk kemi asnjë reagim. Asnjë reagim, pikret atyre si Tirën, si Guardian, edhe po flasim për partitë e mëdha, për partitë historike, ende nuk i kemi një reagim ka shi propozimit të Donald Trumpit për zgjidhjen e problemit. Fatkeqësisht. Çështja është kështu. Prej presidentit Trump kemi lexuar një deklaratë në cilën thotë që Shtetet e Bashkuara me përkthy një farë forme si mesazh do të jenë të involvuara në zgjidhjen e problemit mes Kosovës dhe Serbisë. Kjo është mjaftueshëm që secili prej nesh me dërgu mesazh që kjo është një porosi e mirë që vjen prej Washingtonit, e mirë pritur për ne. Për ne është jetike me qenë të involvuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tjerat munden edhe me prit për shkak se do të marrim diçka konkrete, unë besoj, shpejt, do të ketë diçka konkrete. Unë e thash, problemi i Kosovës është kush është personi, grua burr, që duhet me e marë përmi vete udhëheqjen e Kosovës në këtë drejtim. Për mendimin ton, po vërtetohet edhe një herë, që Albin Kurti nuk është njeri që mundet me udhëheq Kosovën drejt një të ardhme tjetër. Nuk është, ajo është të udhëheq Kosovën vetëm në favor të egos së tij edhe të mbetjes tij në pushtet. Përndryshe deri tash i kishte dhënë Kosovës zgjidhje, ka mujt me jap zgjidhje shumë lehtë nëse qëllimi i tij kish me qenë me ecë prej ku jemi, me shku një hap ma përpara, si shtet edhe si popull, aja kish gjetë zgjidhjen me njëherë. Po me vetë faktin që refuzon çfarëdo zgjidhje, ai po tregon që nuk ka interes. Dhe kjo është këtë dorës dytë, ku ka me qenë Kosova. E dorës parë është ku ka me qenë ai. A do t'ju mobilizoj këtë deklarat e Donald Trumpit ju Besqaku? I keni dhënë 3 propozime dhe për çështën e zgjidhjes problemit të vendit. Edhe sa e keni marrë seriozisht? Ne besojmë që sjellja jonë ka qenë tepër korrekte. Partitë në opozit fundit nuk e kanë obligim fare me ja kriju shumicën pushtetit. Nuk duhet me pas. Për me kriju shumicë duhet me u kujdes kush i fiton zgjedhjet. Me kriju shumicën. Për me kriju ato shumica shumë prej nesh sillemi normal me njëri tjetrin edhe para zgjedhjeve, edhe gjatë zgjedhjeve, duhet e ruajmë një dozë vetëm në raste ekstreme kur me një parti të caktuar nuk dojmë me punu hiç, po nuk mundesh me lëshu kosën gjën që thonë të na, edhe me i përjashtu krejt, me i fy krejt, me refuzu me punu me secilin, edhe me thonë e du shumicën. Qysh po e do shumicën Albin Kurti? Prej kuj po do me marë atë shumicë? Prej kuj po e dënë? Jënë të ndodhë disa paradokse logjike këtu që fatkeqësisht nga njëherë edhe po shiten. Zoti Gjini, e kemi pas një ofertë që ju dalë DK-s, e patëm një takim me Bedri Hamzën, dulë që ka qenë për ata, po komentu të ndryshe, e kemi me menismen, për asë një lëvizje drejt AK-s.
të zotit Kurti? Ne kemi të regu me kohë që në asnjë variant nuk kemi me qenë në pushtet. Po dhe ata, po dyshysh po konsiderohet si vardisje? Jo, në asnjë herë... A ju bën më një keq, ose jashtë loje? Jo, faktikisht ishim një keq me na shkru letër. Se ne kemi të regu prej kohës çka mendojmë. Ne mendojmë që agenda e zotit Kurti i ka ndihmu konsolidimit të pozicionit ndërkombëtar të Serbisë deri tash. Kjo është mendimi jonë i prem. Jam i bindun që gjithë qytetarët e Kosovës një ditë kanë me kuptu këta që përthojmë na. Është ndihmes për konsolidim të pozicionit ndërkombëtar të Serbisë. Këtë çka ka bëu deri tash. Krejt. Në konsolidim të arrimit ndërkombëtar të Serbisë? Nuk kemi. Në konsolidim të arrimit ndërkombëtar të pozicionit ndërkombëtar të Serbisë, kur Kosova duket keq, Serbia duket mirë. Shembull ta marrim. Kur Kosova refuzon me punu me aleat, Serbia punon me aleat tonë. Kur Kosova ka mri me qenë nën sanksione, Serbia ka nisë me udok ma normale se na. Kjo është paradoks i llojit vetë. Kjo është për me qajtë. Me ardhë Kosova në pozit, me uduk në Bruxelles, në Washington, në Berlin, në Paris, ma problematike se Serbia, për njerë nuk e ka meritu populli i Kosovës marrë në këtë pikë. Zoti Gjiri, po kthehemi